Numri i psikologëve që janë angazhuar në ofrimin e mbështetjes psikosociale për nxënësit, prindërit e tyre dhe mësuesit pas tragjedisë në Koçan, po rritet vazhdimisht. Javën e kaluar ishin rreth 100, ndërsa këtë javë në rrjetin e psikologëve shkollor kemi 130. Të gjithë ata kanë kaluar një trajnim të specializuar për veprimet në këtë situatë krize dhe janë aktiv në terren. Kështu tha Ministri e Arsimit Vesna Janevska gjatë vizitës së saj në disa shkolla në Shtyp, duke informuar se në territorin e kësaj komune janë angazhuar edhe 10 psikologë të tjerë në kuadër të institucioneve arsimore. Ministria e Arsimit dhe Shkencës së bashku me disa palë të tjera, UNICEF, Instituti i Psikologjisë në Shënkirill, Dhoma e Psikologëve dhe Kryqi i Kuq, po bëjmë përpjekje për të siguruar ndihmën psikologjike të duhur dhe mbështetje psikosociale për ata që kanë nevojë, sidomos për më të rinjtë. Menjëherë pas tragjedisë, përgatitëm udhëzime për shkollat, për mësuesit dhe prindërit. Ajo shtoi se ngjarja ka shkaktuar traumën në të gjithë publikun, sidomos tek fëmijët, të cilët nuk duhet t'i lëmë që të përballen vetë me situatën. Ministra theksoi gjithashtu se një aspekt i rëndësishëm që do të kushtohet vëmendje nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me pushtetin lokal është ruajtja e standardeve të sigurisë në shkolla në të gjithë territorin.